Festivali Lulebor në jubileun e tij të 10 ka nisur prova gjenerale në Teatrin Migeni, aty ku muzika qytetare dhe arti mirëfillt po marrin formë në ndritat e skenës dhe emocionin e artistëve. Ky edicion i veçantë për vlerën dhe traditën që mbar do të sjellë jo vetëm këngë të reja, por edhe një koncept tërësisht të ri artistik që bashkon të kaluaren me të tashmen. Regjizori Bojken Lako shprehet se ka zgjedhur ta ndërtojë festivalin mbi një përjetim të thellë teatral që fillon nga veç struktura dhe historia e teatrit për të përfunduar tek emocioni që përcillet në skenë prej artistëve. Unë gjithmonë jam i tërhequr pak nga teatri në vetvete, edhe studimet e kam kryer për teatr, dhe çdo skenë, çdo institucion e tillë mbart në vetvete ka shpirt brenda, sepse mbart një histori të gjatë, ka shumë ndjesi brenda themeleve, brenda mureve, brenda ambientit. Duke qenë dhe duke pas një vlerësim të tillë si koncept rizorial, po mundohemi që këtë vit të kemi thjesht teatrin në vetvete si arkitekturë, si strukturë, mekanizmin e brendshëm të teatrit, po punojmë me një lloj koncepti për të ndriçuar këtë skenografi në vetvete që është Teatri Migeni, edhe brenda skenës duke zhveshur nga konceptet dhe skenografitë e tepërta dhe duke ndriçuar nëpërmjet teknologjisë moderne, nëpërmjet ndriçimit sotëm, duke ndriçuar këtë arkitekturë në vetvete që mbart shumë histori dhe shpirt dhe ndjesi. Ariola Shehu vjen këtë vit në një përgjegjësi të dyfisht, jo vetëm si prezantuese, por edhe si skenariste e këtij festivali. Një sfidë shumë e madhe, por shpresoj që ta realizoj me sukses dhe ta çoj deri në fund. Nga ana tjetër ka qenë një eksperiencë shumë e bukur për mua ardha në Lulebor 2 vite më parë dhe duke qenë se më la shije të mrekullueshme, me shumë kënaqësi dhe dëshirë të madhe e pranova ftesën për të ardhur edhe në këtë vit të rëndësishëm sikurse është 10 vjetori Lulebor. Përgjatë këtij rrugtimi kam mësuar shumë për këtë festival dhe çfarë mund t'ju them është se këtë vit do të vinë ndryshe nga vitet e tjera, do të kemi të ftuar special shumë, do të kemi pak nostalgji që pa diskutim nuk duhet mungoj në këtë vit të 10 dhe surpriza për publikum, kështu që na mbetet vetëm t'i ftojmë të vinë këtu në Teatrin Migeni, por nga ana tjetër edhe të na ndjekin përmes ekranit. Lulebor sjell një frymë të re në Shkodër, një udhtim mes kujtesës, artit dhe emocioneve që bashkojnë brezat.